islamit politik, por dhe kemi në Arabi pjesëtar të salafizmit dhe grupeve të ndryshme, të cilat në fund të ditës të janë bashkë. Pra, në fund të gjitha këto grupime politike islamike pra kanë për qëllim krijimin e shteteve islamike ku sipas rregullimit të shariatit dhe në fund për qëllimi i tyre është pastaj edhe vetë Evropa dhe globi. Kosova, Shqipëria, Maqedonia, pjesa e shqiptarëve, ku është më shumë ndikimi? Po, fillimisht ata kanë gjetë hapësirë pak më lehtë në Maqedoni, por nuk ka munguar kjo edhe në Kosovë. Pra, ne kemi pas informacione që gjatë luftës në Kosovë, gjatë luftës në Kosovë, pra thjesht kanë marrë pjesëtar të komunitetit fetar, ta quaj ashtu, por realisht e kem ditë që këta janë vendor, pra njerëz që kanë lindur në trujet shqiptare dhe si të tillë sigurisht që kanë pas drejt të marrin pjesë në luftën për çlimin e vendit. Por që më njëherë pas luftës, pra pikërisht dhe të tillët pra janë angazhuar në zhvillimin ta quaj të çështjeve shpirtërore fetare, por në fakt kanë zhvilluar dhe brenda Kosovës një islam politik, rezultatet e cilit po i shohim sot dhe për mosat deri ku është shtri me të vërtetë janë shqetësuese. Pra, kjo është në këtë mënyrë ose shihet spaku në këtë mënyrë, mirë po si mund ta shohim islamin politik në Kosovë. Mund të jetë një shembull nisur nga ndonjë qytet që është më i mbërthyer? Po, tani unë nuk do të hi në disa analiza që i kanë shtjelluar mjaft mirë kolegët e mi në Kosovë, por pra është folur se zonat kufitare, pra që nga zona Karadakut prej Gjilanit deri në Opoj lart, pra janë më të indoktrinuara, si të them, dhe ndikimi është më i madh. Tani mund të spekuloj diçka, po ne kemi dhe një bazë ushtarake të NATO-s në Kosovë, bon stil që quhet, dhe unë nuk e di shumë mirë në Kosovë si ekziston, por organizatat e islamit politik edhe me karakter terrorist, pra ato zgjedhin mandej edhe vendet ku edhe afër këtyre zonave afrohen dhe punojnë dhe mbrana tyre për të nxjerrur informacione, dhe ne kemi raste në Kosovë që edhe njerëz që kanë punuar brenda për brenda, domethënë bon stilit, pra pastaj janë gjetur në punë të islamit politik deri në vepra terroriste. Pra, kjo mund të gjithmonë feja edhe çështja e islamit në Kosovë ka pasur dhe një debat edhe për kurbanët në Bashkësinë Islame të Kosovës, për furnizimin kontraktuesin jo nga Serbia. Gjithmonë feja ka qenë aty. Po, ndoshta para se të dalë te kurbanet, nëse më lejon, pra ne kemi vërejtur se komentuesit nëpër mjete të informimit dhe nëpër media në përgjithësi në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni, pra në tërësi pra kanë qenë më shumë thuajse pro Iranit dhe kundër Izraelit, se sa që kanë mbështetur politikën zyrtare shtetërore të shteteve tona. Të them të drejtën, për mua nuk ka qenë fare habi kjo. Pra nuk kemi habitur nga kjo çështje, sepse në xhamit tona në Kosovë, pra ju mendoni që kanë qenë më shumë pro Iranit se sa pro SBA-s të Izraelit? Unë nuk e di këtë, por kam dëgjuar në media, domethënë nuk kam ndonjë motje tjetër me cilën do të kisha thonë se janë kaq ose aq, por jam shumë i bindur që duke njoftur disponimin edhe veprimin e shteteve politik e islamit politik, pra e di që me vite me radhë, pra në xhamit tona
nuk zhvillohen vetëm ose nuk ka vetëm predikime dhe tema fetare shpirtërore, por ka dhe ligjërata politike. Ka ligjërata politike, pra bisedohet se çdo çështje e luftra dhe mirët qëndrim nga xhamit, nga hoxhallar të ndryshëm, jo nga gjithë. Mandej në këto xhami zhvillohen edhe ligjërata, janë zhvilluar edhe kundër heronjve tonë, pra duke i denigruar dhe duke i paraqitur si jo me vlera për çështjet kombëtare dhe fytyra të ndryshme publike. Mandej edhe flamuri jonë, pra jo vetëm publikisht, po edhe mbrana këtyre xhamive, pra ka ligjërata të plota politike. Leja të them që jam i bindur në Kosovë, por në Maqedoni gjithsesi, por tani gradualisht dhe në Shqipëri zhvillohet jetë paralele. Pra, zhvillohet jetë paralele, zhvillohet një jetë sipas udhëzimeve të shariatit dhe sipas ndarjes së fetvave në shumë situata të hoxhallarëve. Ajo është një jetë në hije, sepse patjetër duhet në situata zyrtare duhet i nënshtrohen ligjeve të shtetit, por unë e di fare mirë se edhe ndarjet mes shifteve dhe bashkimi mes shifteve dhe shumë gjëra tjera, pra në hije ose në të vërtet bëhen sipas udhëzimeve të shumë hoxhallarëve dhe të cilët pastaj sipas shkollave juridike të tyre ndajnë fetvat e tyre dhe ndajnë të drejtën e tyre. Pra thjesht ne jemi të kapluar plotësisht nga kjo ofenziv e islamit politik. Tani islami politik sigurisht se ai manifestohet në mënyra të ndryshme, pra jo vetëm përmes luftës, por ka organizata të ndryshme, ka në radhë parë përmes predikimit, pastaj organizatave të ndryshme të sportit, mandej deri te ngritja e palestrave sportive dhe ndikimi i islamit politik edhe brenda palestrave, në qoftë se shikojmë pak kërcënimet që vijnë përmes mediave, jo, por përmes komentuesve, shpeshherë vijnë pikërisht dhe nga palestra sportive dhe këtë kam përjetuar edhe vetë të them të drejtën nga palestra, nga Shkupi, por nuk është që i kam lajmëruar në polici. Tani të kaloj te kurbanët. Me aq sa unë kam dëgjuar mikun tim Bedri Elezi, dhe Bedri Elezi ka përmendur, pra ai ka thënë se ka mundësi që përmes një zonje atje, cila ishte në shërbim ushtarak të Serbisë dhe se pas ka dikun biznese në Çeki apo vende tjera, dhe se xhaxhai i saj Demo Berisha, pra është një njeri i cili qenë ka i angazhuar pikërisht për këto çështje dhe Bedri është njohës i mirë i këtyre çështje. Pra e ka thonë ka mundësi që të jetë, por unë du të vërtetoj diçka tjetër, që jo që e ka thonë Bedriu, por ne nuk mund të flasim me emrin se ka bo biku këtë apo se ka bo, por ne mund t'i dëshmojmë ose spaku agjencitë e inteligjencës të Francës dhe të Gjermanisë, pra e kanë dëshmu bje fjala se pas vetë ISIS-i, pra në pjesën e Sirisë dhe në pjesën e Irakut, edhe pas humbjes së tij ka zhvillu biznese, përveç që ka zhvillu me naftë aso kohë, pastaj me mendafsh dhe me industrinë e mishit. Ju duket e çuditshme, pra ka frymzuar bujqet që ata të prodhojnë dhe pastaj ata kanë organizuar si thëm transportin e mallit në rrugë ndoshta dhe ilegale deri në Turqi dhe pambuku, pra është shpërndar prej Turqisë përmes kontraktorëve normal. E njëjta gjë është bërë edhe me industrinë e mishit, pra, e cila nëpër të njëjtat rrugë ka depërtuar deri në Evropë. Por nuk është kjo gjithmonë ilegale ta quaj, pra. Sepse në qoftë se vetëm shikohet organizata e madhe tregtare halal, që sipas mendimit tim edhe ky është një qëllim politik i saj, veç në vitin 2022 pra kishte